Mishi I pulës me përmbajtje salmonele dyshohet se është konsumuar I gjithë. Rreth 8 ton fileto përfundua në treg, por pas kontrollave që u bën më pas, nuk është gjetur asnjë gjurmë me tyre, që prej datës 21 mars, kur ISUV konfirmoi praninë e bakterit në ngarkesën prej 7.8 ton fileto pule, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit nisi kontrolle në një sit tregtare me qëllim bllokimin e produktit. AKU ka thënë për mediat se grupet e inspektimit ushtrinë në 10 qarqet ku ishte shitur mishi madje në të gjitha njësitë tregtare janë vendosur njoftime me foto të produktit për të informuar konsumatorin që në rast se e kanë blerë këtë mish të mos e konsumojnë, por deri më tani nuk është bërë asnjë konstatim dhe dyshimi është se mishi është konsumuar. Sasia prej 7.8 ton mish pule importuar nga Brazili mbërriti në portin e Durrësit më 11 mars dhe pas analizave të kryera pranë Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë më 21 mars, u konfirmua prania e bakterit të rrezikshëm në mishin e ngrirë të pulës. Problemi sipas AKU-s u thellua më tej nga fakti se kompania importuese AMG Food ka paraqitur fatura fiktive duke penguar gjurmimin e saktë të produktit kontaminuar në treg. Prandaj ajo është kallëzuar në prokurori, po ashtu është kërkuar që të hiqet licenca kompanisë. Kjo u bë ditur nga sekretari I përgjithshëm I Ministrisë së Bujqësisë Dritan Palnikaj. Roli I AKU-s është të mbikëqyrë procedurën dhe për të garantuar sigurinë ushqimore. Në rastin konkret, roli I AKU-s ka qenë proaktiv, do të thotë që ka ndërmarrë një sër hapash të njëpasnjëshme që me marrjen e monstrave ka vijuar me kontrollet dhe inspektimet, gjurmueshmërinë në 12 qarqe, ka pasur bashkëveprim me hetimin tatimor dhe policinë e shtetit. Ka nisur një auditim për punonjësit dhe ka referuar subjektin që ka pasur këtë produkt. AKU ka bërë referimin në prokurori dhe ka vendosur bllokimin për pjesën e sasisë së gjetur. Kompania është privat, por detyrimet për t'i përmbushur ndaj publikut I ka publike, prandaj është në prokurori. Detyrimet për të zbatuar ligjin I ka me institucionet dhe në shkeljet I kemi referuar në prokurori. Edhe në rastin konkret është kërkuar nga AKU pezullimi I licencës, thot Palnikaj. Për rastin policia e Tiranës shpalli në kërkim Arben Goxhen, pronarin e kompanisë AMG Food, I cili më 11 mars importoi nga Brazili gati 8 ton mish pule të kontaminuar me salmonel, që përfundoi në treg duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve dhe që ende nuk është tërhequr e gjithë sasia. Në hetim në gjendje të lirë, policia tha se vuri vëllain e tij Mondi Goxha, pronari I kompanisë Dimal, që merr mishin e papërpunuar të pulës nga AMG për të prodhuar produkte të ndryshme.